Harova çantën e vogël, çantën me pasaportën. Oj. Po pasaportën o puta. Po pasaportën symizë. Është I papar. Për mendimin tim, se në spara nuk na ka rastisur që të flasim për Bigun, unë Vrenozin e shoh në finale. Vetëm se është karakteri I fortë. Nuk është se ka kriju ndonjë gjë, ke parasysh si mirë, Selina, këta. Vrenoz ore. Mua më duk sigurisht është zën gjumi ora. E pe? Ose mbase nga që rria e ka një pozicion kështu. Është ky gjumë të kput buka kur ha. Po, direkt të kput. Dhe Vernozi ja gjithmonë para prime. Shumë e drejtë, shumë. Madje jam I bindur që kur I thrasi ata regjia që bëuni gati se po fillojmë, Vernozi ka është çapa të fundit. Ora gjithë ju thotë, kujdes mikrofon Vernozi thotë kujdes bukën. Vernoz, kujdes bukën. O bir. Okej, kemi ardhur te ajo rubrika që e kanë qef të gjithë, ndërsa regjisorët e filmave përkatës të shkretet. Leonardo DiCaprio ka filluar I ashtuar thinjat vetëm që dëgjon këtë rubrikë. Me vërtet na John DiCaprio është I madh, patjetër. Okej, o DJ Kedo, lutem na ço tek Urno, çfarë thëre? Mirë jeni thot çuna. Okej, po, në rregull, ne tani jemi te faza shto miell dhe shto ujë për të bërë një baklava sa më të këndshme. Sot do merremi me mbretin. Me mbretin, Pse kemi mbreti ynë, Juli ka ikur. Ka shumë kohë që ka ikur. Luan. Si Luan? Po si del kjo edhe mbreta dhe Luan. Ja, bukur shumë. Futu në rol. Mos më bë filma mu. Mbreti Luan Mufasa dhe Simba, por versioni shqiptar Babe Bir në një mbrëmje. Hajde, erdhe për karafil? Ja, jam akoma te parku. Po erdha pra, nuk më shefa bab. Mos më bë filma mu. Të kam bëhun ty apo më ke bëhu ti mu? Ti s'di mi dhon gomarit parkoga su radiot. Bab. Tani vijet shpi? Sa e ke orë? Kur ke dalë, kur vjen, gjithë ditën jashtë, e ke bo shpinë si hotel. Po që rëndësi ka ora, ora dhe koha është relative. Po, relative është edhe qiraja, edhe dritat, uj, interneti, duhen pagu këta o qunë. O babi, e pare punës, ne jetojmë në gjungël. Ku ka qera në gjungël? Ka, qera peme. E dyta punës njëre duke ankuar o burë, prap grosh do amsonte, s'kemi në një... Ti, florit e njerëz dhe fate. Groshën edhe e ke tepur. Jo tëm akoma në punë, ti bredh rrugëve, do edhe mirështi, s'pëlqe grosha ty. Po mirë burë do ta gjej edhe unë një punë bak. Ta kishe gjet. Pa isha në shkollë. Ta boj mirë shkollën aty. Shkolla jote. Shqyqyr kape fiskulturën 7+, se tjerë ti kishe 4 ose 5 do shansë. O babo, ke fol fiksi tifozi Interit. Po me që vetëm për top e ke menjen, të flet baba edhe me terma topi. Top fare, top Albania Radio. Se kur I ka bo baba këto I bie macës me lufti. O bab, po ne gjus maca jemi. Po pse e kështu? Si jam? Si gaz bardhi jest. Pusho goja, o bab. Ta vash një surratin e dukem si gaz syt zica pëstaj. Po pusho. Mor zotri pusho. A që ke për të Po meru me të, mos më bëj mu replik. A që ke për të gjelë dorë në I ditë. Ke mundësi ze ika fare, e lash. Ik, po mas 4 ditë është vje I bi derës prap. Po mas ma qaj hallin se jetën ti me rregulloj vetëm vetet e Xhaxhaskari. Ti? Po. Te kush? Xhaxhaskari, është vllai jot. Ti e ke më afër, unë Xhaxha e kam. Duke që nga emri që I ka në vu. Që atëherë mallkojnë I tatë. Po. Ti ke 20 vjetë s'rregullo do të krevatin tënd, rregullo ke jetën ti. Edhe ky frigoriferi mo. Qa ka frigoriferi? Mirë frigoriferi, gjom fare. E frigoriferi si robi, po si dhe nuk ha. Po mos me pas as koso ba. Po kosi hahet kur punon, jo kur filozofon. Po pse në flet kështu o burr, sikur të kam hangër bukën. Unë shisja menmër me ty. E kom qunin artist, quni mu bot turist. Turist shpi time. Ore bab, se jam kurios. Ti çfarë bëje në moshën time? Unë moshën tate, qaja malet, deri në Korç me furgon, pastaj tranzit mal e direkt në Kosarea. Ka të flasë edhe unë, ku I diri këto, ti Korçën e ke gjuhë vetëm lajme, e kur e përmend Vrenozin Big. Te fendikoja, tu I mbledh ullin, ti bëni të vaj, kështu vazhdojte. Po leku rëshkis të kollajse. Po mirë tani, çaj më malet, po kemi ëndra tjera o babi. Po që ëndra, më nuk s'kisha kohas për ëndra, se kisha vetëm halle. Kur isha unë I ri, fjala pushimi ishe smundje. Zvjen më ajo kohë, të gjithë bashk, punonim shumë, e knaqeshim me pak.
O babi, e ke bërë jetën shumë serioze, e di këtë gjën apo jo? Se jeta është serioze. Po ju e keni marrë si sketch humori, tallet jeta me ty, e jo ti me jetën, o tut kun. Unë do dal fare, më mirë do dalet flas me shokët për të ardhmen, se sa për të shkuarën me ty, apo ç'm duhet mua se ç'a bën ti në Greqi. O, boss, për të ardhmen flitet ditën, jo në 10 natës, apo ke fillu punë roje. Mos e dramatizo tani, jam i rritur tani, babush. I rritur? Po kur isha unë mosh 7 isha martumër, me 2 fëmijë, punoja gjithë ditën mzin dëgjumin karrige të hongër bukë. O babi, koha ka ndryshu, sot njeriu duhet që të gjej veten. Jo me bot çaj del përpara, kupton? Po gjej brekte tuja i herë, disa rato i het poshtë kërvatit e duhet me t'i marrë jo tome me t'i la, pastaj gjej veten. E këpucët, psi ke lënë mes korridorit, mos duke gjo shtëpia si stall derrashe? Ore babi, ti ke ngatruar gjë film? Ne jemi luener, ore. Ne rrim. Jo, zhujka i babi. Dola, me mos më prit më, ta dish. Po dile, je klient VIP ti hyet del kur do nga hoteli. Edhe si është ai lek shpirtja si e ke halli. Po më duhen lekët për vete o ba, se kam një luanesh. Po mbaj edhe për vete, qeras edhe luaneshën, bëja qefin. Po sill me gjojën në shtëpi. Kontribo se si je më i vogël. Po merre mrierat librez ujë thuj. Bab, po i paguaj unë këtë muj. E bab si bëhet qefi. Se ujnë e kërkoti dushin e do për dit. E të myti zhulli ty do mula për dit ti. O ba, mi e bo si burri nonës me bab gjall. Ma bone e kokën dhall. Tani jam tu dal. More vesh apo jo, ika. Ik. S'do iki me vërtet. Ka me emision. Smar lek po ika, o migo. Na falni, kush e ka pas mbretin Luan film preferuar, i kërkojmë dijes, gjak nga veshët, por në një univers paralel Mufasa dhe Simba i vogël flasin për qeranë e shtëpisë dhe Simba duhet të bëhet burr të rritet. E çojla i lek në shtëpi. Patja, respekte. Se Mufasa dikur shko te Kostaria me mbledh ullin. Patjetër. Gjitha i Luan me molto. Te felikoja. Thoshte Mufasa, eqiz dhulja. Pronta puna. Po, ke me ta lefta. Po që leftare, mi leftate se kam 2 muaj të fulla i grusht, holla. Çe ne ka dele. Ishin kohë të bukura, kohë për dashuri. Është 18:41 minuta, është 12 janar 2026, temperatura momentale ndërkohë që flasim yli është 0 gradë Celsius. Po ty të sheshi? Te sheshi është rritur, është zjarr. Kush rri afër sheshit mund ta ngrej me 2 gradë. Gje sheshe bë për sheshta. Po, ashtu është. Okej. Do të ikim në muzikë, ka ardhur Bad Bunny është lepur i keq. Lepurush i keq. E ndjekim tani dhe rikthehemi sërish në pjesën tjetër të emisionit. Vazhdoni të qëndroni këtu në Top Albania Radio. Dhe tani, DJ Kedos, të lutem na jep një bazë lajmesh se lajmet këtu jepen çdo një orë, po lajme si këto nuk keni dëgjuar ndonjëherë, o miqër. Hajde. Po ti BBC s'more? Ama se mirë, bravo DJ Ketos. Një grua bullgare fillon të laj eurot. Sjelli sëmundje nga Brukseli, thot ajo. Dhe ne i themi që tani me plot gojen mund thuar që është lek i pastër. Ashtu, bravo të qoftë, lek akullore. Për çdo 100 gram dënoheshim me 100 euro gjop. Bicaj tregon rregullin e hekur të Skënderbeut. Ore, se dinim që Skënderbeu që nga marrë me mallëre. Çfarë bëj? Skënderbeu ekip futbolli. E ka për lojtarët ai që të mos shtonin peshë, domethënë dhe peshoheshin sapo ktheheshin nga pushimet. Kjo hëngër shumë sallatë ruse. Ore, po ti shkruaj kush është ky? A kupton se Skënderbeu më shkon direkt te heroi kombëtar burr. Drejtë, ti je në rregull me letra, je në rregull ti. Pra, të lutem tani. Ankandi i parë i peshkut për vitin 2026 u zhvilluar në Tokyo dhe $3.2 milion shitet një peshk. Çfarë thuare? Dhe ne që e kërkonim këtu, pa i vazhgaqen në Japoni. Kë kërkonim ne, ma? Peshkun e madh. Jemi në rregull me letra bash. Brooklyn Beckham, djali David Beckham shkëput çdo marrëdhënie me prindrit. Do flasim vetëm nëpërmes avokatëve. Dikush i thotë këtij Brooklyn që mos të ishte ai baba që s'do me i fol, ti as do kishe as mbrek atë që thuhet, more vesh apo jo me avokat. Kësaj thon bën gola gjithë jetën e vjen një ditë çuni të bën golin. Ky i bëri gol dhe me rafishat. Me sa duket Julo në Angli e pas ka ndryshat shprehje, nuk të bën lanet baba, po të bëka lanet fëmia ora. E ankohemi ne shqiptarët për rinin, shifu ç'a bëhet tani. Leku tepër të prisha, por ke parë kështu themi ne që s'kemi lek. E drejt, 2 gjëra të prishin jetë, leku edhe. Po, bravo, mirë se erdhe në grup tim.
Bravo. Do të bjerë shi për 4 vite rresht. Njerëz nga e gjithë Afrika mblidhen rreth profetit Noa për të hipur në varkat e tij. Ky pas ka qenë sakt me parashikimin, por jo me lokacionin. Pse? Po se shiu vazhdoi, po jo në Afrikë, në Shqipëri. Po mirë, burr, ç'bëri Kodra, ç'bëri Bregu. Teuta E ke për futbollin, ha? Po, ekipi futboll. Jo mbretërisht. Okej. Teuta njofton shitjen e mesfushorit. Çuna, përshëndetje. Shitet mesfushor raze, por arsye mos përdorimi. Na falë kolegë se na ka infektu Flori. Po dëgjova mesfushor raze pra ka lipasë. Sot shënohet dita më e ftohtë e muajit janar në Shqipëri. Ftohtë jashtë, ftohtë brenda, ftohtë nga xhepat, Shumë ftohtë. Berisha godet hapur diktatorin e Iranit. Pushteti i krimit po bie. Revolucioni i opozitës në prag triumfi. Ore ti thot dikush Berishi se sfidën e ka me qeverin këtu, jo me atë Tiranit. O migo. Se edhe këtu afër, edhe na dëgjon. Beyoncé shpallet miliarder nga Forbes, ndërkohë ne u shpallëm fukarej nga gruaja. Patjetër. Respekte për gjitha gratë kudo që ndodhen, ju përshëndesim, vazhdoni që ndodhen. Përshëndetje gra. Ju përshëndes dhe kalofshi sa më këndshëm. Luante tenis me bashkëshorte ndërsa qytetarët nuk kishin dritat. Forca politike bëhen bashkë dhe kërkojnë dorëheqjen e kryebashkiakut të Berlinit. Me topat vegjël dhe ikën dritat, imagjino të luta me topat mëdhenj ky, o Julo. Zgjedhjet e 28 dhjetorit në Kosovë, PDK kërkon shpalljen e pavlefshme të 20.000 votave nga diaspora. Si jemi ne shqiptarët në tërësi, Nuk e bënim kur humbjen, po gjithmonë themi na votën. Por kështu na kam vjedh, sa na kam vjedh ne, o Julo. Trump mbyll rubinetin e Kubës. Pra mbyll rubinetin Kubës. Zero naftë dhe para nga Venezuela. Ore ky sikur është nga ata që vinë shesin ujë me bota rrugës. Ke parasysh mbyll rubinetin. Erdhi nafta Venezuelës. Vazhdojmë me Trump, por jo me naftën, I cili me çdo kusht do Groenlandën. Nuk përjashtohet ndërhyrja ushtrisë, por duam ta blejmë, thotaj. Po nëse nuk e blejnë dot? Po Julo, ç'a nuk blihet me lek, blihet me më shumë lek. Me dhrami. Me dhrami. Fikse është shpreh, what was this bad? Po. Instat, 22% e emigrantëve kthehen në Shqipëri. E kuptuan çuna që emigrimi ishte goditje e rëndë dhe u kthyen. Po nëse e mendon mirë, më mirë të rish kafeve të Shqipërisë se sa kafeve të Europës, Fundja I bim më lirë. Kafe për kafe. Po është më e lirë, është më e mirë, do të paktën e ditë bëjmë ekspres. Këto pra ishin ato çfarë ne kishim përzgjedhur për sa I përket rubrikës së rreth botës për 5 ose 6 minuta ose edhe 4 në varësi. Duhet ta dini që vetëm koka e lajmit është burimi I sigurt I informacionit, pjesa e dytë është imagjinata e shfrenuar e dy moderatorëve këtu në studio. Është 18:52 minuta, I ftuari është poshtë, do vëm ta marrim, do t'ju lëm për ta hyp lart. Po, se jemi në ascensor. Unë do vetë ta marr në gjithë ascensori. Okej. Se kush është, e themi në pjesën e dytë, ju vazhdoni qëndroni me ne këtu në Top Albania Radio.